Shikues të nderuar, mirë se vini në edicionin 21 Live News. Qeveria e Kosovës i konsideron provokim dhe përpjekje për të cënuar integritetin territorial të vendit, stërvitjet ushtarake të Serbisë në vijën kufitare mes dy vendeve. Pikërisht për këtë arsye, kryeministri Kurti i ka bërë thirrje bashkësisë ndërkombëtare që të marrë masa ndëshkuese ndaj Serbisë për qasje destabilizuese. Kforin nga ana e tij tha se nuk ka vend për shqetësim. Stërvitjet ajrore të ushtrisë serbe në fshatin Muhavs, në loginën e Preshevës, kryeministri Kurti i ka cilësuar si shfaqje agresionin serb. Sipas Kurtit, kjo shfaqje bëhet edhe më e rrezikshme kur kuptohet se njësia që po kryen të stërvitje me helikopter dhe parashutist afër Kosovës është e njëjta që ka trajnuar të akuzuarin për sulmin terrorist në Banjsk, Milan Radojčić. Këto provokime në afërsitë brezit kufitar në Karaçev, nga njësia e brigadës 63 parashutistëve të Serbisë, përmes stërvitjeve me helikopter H-145M dhe kërcënimeve me parashut, disa metra larg kufirit me Republikën e Kosovës, përbëjnë një shfaqje të rrezikshme të agresionit. Kjo shfaqje bëhet edhe më alarmuese kur kujtojmë se e njëjta njësi ka trajnuar dhe mbështetur grupin e kriminalit Milan Radojčić, të cilët realizuan sulmin agresore terrorist në fshatin Banjsk të Zveçanit kur vran rreshterin policor afrim Bunjakun, heroin e Kosovës. Kurti vuri në dukje edhe deklarata nxitëse nga presidenti serb Vučić, armatosjen nga Rusia dhe Kina, dhe i kërkoi bashkësisë ndërkombëtare që ta ndëshkojë Serbinë për çastjen e saj destabilizuese. Por stërvitja e forcave të armatosura serbe nga Kfori u pa ndryshe dhe forca paqëruese tha se nuk ka vend për shqetësim. Ky është një aktivitet rutin i zhvilluar brenda territorit të Serbisë dhe nuk përbën kërcënim për sigurinë apo stabilitetin në rajon. Misioni i Kforit tha se po vazhdon të vëzhgojë nga afër gjendjen përgjatë vijës administrative kufitare në gjithë Kosovën dhe se po mban komunikim të vazhdueshëm me autoritetet lokale të sigurisë dhe me shefin e shtabit të forcave të armatosura të Serbisë. Ndërkohë, ish-ministri i Brendshëm Betur Gashi thotë se përveç Kforit, Serbia do të duhet që ta njoftonte edhe Kosovën se do të kryejë stërvitje ushtarake. Për popullatën shqiptare që jeton në ato komuna, për shkak specifikave dhe kohën që zhvillohen këto stërvitje, është një presion i drejt për faktin se ato zhvillojnë edhe kohë mas kohë vizita të paralajmërume në fshatrat e atyre komunave, pastaj ndalimin e qytetarëve për me mujt me bën një presionim direkt të qytetarët aty në komunave. Veprimet e fundit të shtetit serb përfshir blerjen e armatimeve moderne nga Rusia dhe Kina, ushtaraku në pension Hysen Gecaj i sheh si përpjekje të Serbisë për të shfrytzuar tensionet globale për të nxitur tension dhe frikë në Kosovë. Edhe ka karakter politik gjithashtu, për shkak se pritet që të ketë diskutime mes Kosovës dhe Serbisë për normalizimin e raporteve dhe kjo sjellje e Serbisë Vučić shpreson që do t'i sjellë një avantazh në tavolinën e bisedimeve. Ditë më parë, shteti serb ka konfirmuar se është furnizuar me raketa me rrezë veprimit të mesëm të teknologjisë së fundit nga Kina. Serbia furnizimin me raketa dhe pajisje për lëshimin e tyre e ka arsyetuar me siç ka thënë frikën që ka nga marrëveshja ushtarake mes Kroacisë, Shqipërisë dhe Kosovës. Ndaj kësaj blerjeje reagoi kryeministri i Kroacisë, Andrej Plenković. Ai tha se vendi i tij, antar i Bashkimit Evropian dhe i NATO-s, do të flasë me aleatët e tij për këtë çështje. Kryeministri Albin Kurti nuk e fshehu optimizmin se kushtetuesja do të vendos në favor të kërkesës së vetëvendosjes që seanca për presidentin të vazhdoj. Derisa kërkoi përgjegjësi politike për këtë çështje, opozita e akuzon atë se pikërisht për mungesë marrëveshjeje politike po e çon vendin në zgjedhje. Në këtë kohë, kur 7 gjyqtarët e gjykatës kushtetuese janë duke shqyrtuar kërkesën e kryeministrit Kurti dhe të grupit parlamentar të vetëvendosjes, të cilët e quajnë kundër kushtetues dekretin e presidentes Osmani për shpërndarjen e kuvendit. Kurti ka thënë se është optimist duke kërkuar durim politik. Jemi duke pritur gjykimin e gjykatës kushtetuese, duhet të tregojmë përgjegjësi shtetërore dhe durim politik. Jam optimist natyrisht për të ardhmen.
Ditë me parë, Kurti u ka dërguar ftesë për takim partive opozitare sa i përket presidentit, por në opozit thonë se pa një vendim të gjykatës kushtetuese ftesat për takim janë të panevojshme. Jakub Nura nga PDK tha se pashmangshëm vendi po shkon drejt zgjedhjeve të jashtëzakonshme, për shkak se nuk ka hapësirë për marrëveshje politike. Edhe nëse kthen gjykata prap këtë vendimin ose mendimin e presidentes prap ajo do të zhagis këtë proces, por mendoj që prap zgjidhja e vetme pa dashjen e popullatës ka me qenë zgjedhjet e ardhshme ose zgjedhjet e përgjithshme. Ndërsa deputetja e AAK-s Time Kadriaj akuzoi kryeministrin Kurti se qëllimshëm i ka dështuar bisedimet me partitë politike për të mos arritur një marrëveshje për zgjedhjen e presidentit, në mënyrë që, siç tha, ta dërgojë vendin në zgjedhje të jashtëzakonshme në një kohë të përshtatshme për të. Unë mendoj që vendi duhet shkojnë zgjedhje sepse besoj që është ezauruar periudha për zgjedhjen e presidentit, të cilën zoti Kurti se ka respektuar, sepse ju e dini se ditën e fundit ka siguruar 2 kandidat, natën e fundit ka siguruar 2 kandidat për të filluar procesi i votimit për zgjedhjen e presidentit. Me ato takimin që i ka pas me LDK-n edhe me PDK-n nuk kanë rezultuar pozitive, sepse në fakt nëse kishte dashur të bëjë zgjedhje, u dashur shumë më herët t'i afron partitë opozitore, deputetët me një emër konsensuar. Ligjëruesi i shkencave politike Basri Muja pret nga gjykata kushtetuese që të sjellë një vendim sqarues dhe shtërrues sa i përket zgjedhjes së presidentit, për të mos lënë hapësirë që partitë politike të bëjnë interpretime sipas preferencave të tyre. Profesori Muja bën thirrje që partitë politike të heqin dorë nga kandidatet partijak për president, edhe nëse gjykata rrezon dekretin e presidentes Osmani. Unë shpresoj që partitë do të tërhiqen prej kandidatëve partijak dhe do të orientohen në gjetjen e një kandidati apartijak. Sepse është e qartë që një kandidat partijak as nga opozita, po edhe më pak nga opozita mundet me arrit një shumicë të mjaftueshme të cilësuar e cila kërkohet nga kushtetuta jonë. Dhe si rezultat i kësaj, shpresoj që megjithatë ata do të ulen edhe do të gjejnë një kompromis i cili është i pranueshëm për të gjitha palët. Zgjedhja e presidentit të ri kishte dështuar për shkak, siç u tha, në mungesë të një marrëveshjeje politike. Ndërkohë kanë mbetur edhe më pak se 12 ditë, kur gjykata kushtetuese duhet të dalë me një vendim sa i përket dekretit të presidentes Osmani. Kosova është vlerësuar sërish si shtet pjesërisht i lirë në raportin vjetor të organizatës Freedom House. Sipas raportit, kriza politike dhe institucionale që goditi Kosovën gjatë vitit të kaluar, kur vendi u qeveris pothuajse tërkohen nga një kabinet në detyrë, ka ndikuar në përparimin e gjyqësorit. Nga 100 pikë, Kosova në raportin e Freedom House është vlerësuar me 61, duke u renditur si një vend pjesërisht i lirë. Në raportin Liria në botë 2026 thuhet se pavarësisht përballjes me presion të madh politik, gjykatat në Kosovë kanë nxjerrë vendime që dëshmojnë pavarësinë e tyre. Sipas raportit, vitin e kaluar kriza politike e institucionale kishte ndikuar në përparimin e pavarësisë në institucionet e drejtësisë. Në Kosovë, për shembull, ligjvënësit e sapo zgjedhur nuk ishin gjendje të formonin një qeveri për pjesën më të madhe të vitit, ndërsa qeveria në detyrë thuhet se tejkaloi mandatin e saj teknik, duke rezultuar në zgjedhjet parakohshme, bllokimi i zbehu përparimet e vendit në pavarësinë gjyqësore dhe sigurinë fizike. Megjithatë, Kosova ka shënuar një përmirësim të vogël në raportin e vitit 2026 për lirinë në botë, duke marrë një pikë më shumë se vitin e kaluar. Në raportin paraprak, kur Kosova kishte 60 pikë, vendi vlerësuhej se kishte shumë institucione publike të minuara nga korrupsioni, se gazetarët përballeshin me friksim dhe se sundimi i ligjit pengohej nga ndërhyrjet dhe mos funksionimi në sistemin gjyqësor. Sipas raportit të Freedom House, për këtë vit 88 shtete janë renditur si të lira, pjesërisht të lira 48 e jo të lira 59.
Në shtetet pjesërisht të lira janë vlerësuar edhe Shqipëria me 69 pikë, Maqedonia Veriut me 67 pikë, Mali i Zi me 68 pikë, Bosnia e Hercegovina me 54 pikë dhe Serbia me 53 pikë. Raporti vlerëson përparimin e shteteve bazuar te vlerësimet në fushën e të drejtave politike dhe lirive qytetare. Juristët dhe analistët politik e vlerësojnë raporti i Freedom House si pasqyrë reale të gjendjes në Kosovë. Thonë se vlerësimi Kosovës si vend pjesërisht i lirë është pasojë e krizave institucionale. Vlerësimet negative për Kosovën në raportet ndërkombëtare si pasojë e krizave institucionale u pasqyruan edhe në raportin e Freedom House në të cilin Kosova renditet si vend pjesërisht i lirë, derisa theksohen edhe ngecjet në pavarësinë e gjyqësorit. Avokati Arber Jashari thotë se raporti i Freedom House është pasqyrë reale e gjendjes në Kosovë, ku kriza politike ka ndikuar edhe në liritë qytetare. Sipas tij, pushtetarët duhet të përmbahen nga deklarimet ndaj organeve të drejtësisë. Është mirë që Kosova në aspektin e gjykatave ka shënuar progres, thjesht janë evidentuar disa të arritura në aspektin e vendimeve gjyqësore, por është keq që kemi ngelur në të drejtat civile. Kjo ka ndikuar sigurisht edhe nga gjendja shumë e keqe që kemi pasur vitin e kaluar, ku Kosova është përballur me një krizë institucionale të vazhdueshme dhe natyrisht që kjo reflekton në të gjitha sferat e jetës, pra reflekton edhe në të drejtat civile, reflekton edhe në institucione edhe gjithkund tjetër, dhe kjo është pasqyrim i asaj që ne kemi qenë për një vit, pra është pasqyrim i real i jetës tonë institucionale dhe do të merret shumë seriozisht. Kjo është më e keqja, pra deklarimet publike dhe të ministrave, qeveritarëve nuk kanë kalu pa evidentu nga ata që e kanë bërë raportin si diçka e keqe që dëmton sigurinë dhe dëmton pavarësinë e sistemit gjyqësor. Se rangimi i Kosovës si vend pjesërisht i lirë është pasojë e krizës institucionale të vitit të kaluar, e thot edhe analisti politik Adrian Zeqiri. Kosova nuk ka qenë mirë as vitin e kaluar, nuk është mirë as këtë vit. E kemi pa akuzat për mediat në Kosovë nuk kanë ndalur. Do të thotë nuk është që ka pas një ndryshim substancial. Aja çka ndoshta është më e keqja në këtë raport është vetëm se evidentohet që Kosova ka qenë e bllokuar dhe fatkeqësisht vazhdon të jetë e bllokuar. Kemi një qeveri e cila ik prej përgjegjësisë së qeverisjes. Juristët paralajmërojnë se si shkak i krizave të njëpasnjëshme, edhe viti 2026 do të pasojë me vlerësime negative në raportet ndërkombëtare. Nëse i referohemi gjendjes aktuale, edhe nëse vazhdojmë me metodat e njëjta, ne le që mund të presim rezultatet njëjta, po mbase edhe më të këqija se sa që i kemi tash. Përveç vlerësimit negativ në raportin e Freedom House si shkak i krizës institucionale, viti 2025 u cilësua si i humbur për Kosovën edhe në raportin e raportuesit për Kosovën në Parlamentin Evropian, Riho Teras. Eva Marie Laksonen, ambasadorja finlandeze në Kosovë, ndjehet e lumtur që Finlanda është shpallur vendi më i lumtur në botë për të 9 herë radhazi dhe se Kosova po ashtu është renditur lart në raportin e lumturisë 2026. Edhe pse finlandezët nuk janë njerëzit më të hareshëm në botë, për Laksonen lumturia nuk qëndron te momentet e mëdha, por te barazia, siguria dhe fakti që shoqëria funksionon. Sipas saj, ajo lidhet edhe me shijimin e momenteve të thjeshta në natyrë. Këto janë vlerat që i afrojnë shoqëritë dhe vendet tona me njëra tjetrën, theksoi ambasadorja, ndërsa mirëpriti edhe pozitën e Kosovës në këtë listë. Kosova u cilësua si vendi 16 më i lumtur në tërë botën nga raporti vjetor që mat lumturinë globale, ndërsa renditët e para në rajon.
Kjo shënon një ngritje në listë pasi në vitin 2025 ajo u rendit në vendin e 29. Ministri Andin Hoti ka paralajmëruar revokim të licencave për ofruesit e shërbimeve sociale, nëse siç ka thënë, vërtetohen shkeljet në rastin e keq trajtimit të 5 vjeçarit nga prindërit e tij. Së bashku me ministrin e shëndetësisë, Hoti tha se gjendja e fëmijës është stabile, por e rënduar në aspektin psikosocial. 2 ditë pas rastit të keqtrajtimit të fëmijës 5 vjeçar nga Lipjani, ministri Andin Hoti tha se janë e pritje të raportit përfundimtar për rastin që më pas të marrë masat e duhura. Ai shtoi se kjo familje ka qenë në trajtimin e qendrës për punë sociale dhe se fëmijët disa herë janë marrë nga prindërit, por më pas janë rikthyer sërish pas analizave psikiatrike të prindërve. Momentin që ne pranojmë raportin përfundimtar nga njësia e inspektimit dhe nëse konstatohen vërtet shkelje nga qendra nga QPS-ja, atëherë unë ju siguroj që do të mbiren të gjitha masat ligjore që janë kompetencë të imën edhe përfshirë edhe revokimin e licencat për individët që punojnë atë QPS. Në bazë të gjetura, në atë QPS janë të paraparë 6 zyrtarë dhe aktualisht janë vetëm 3. Kjo familje nga viti 2013 ka qenë në trajtim të qendrës për punë sociale në Lipjan dhe rrjedhimisht disa herë janë marrë ata fëmijë nga prindrit, por janë rikthyer prapë pas trajtimit dhe pas analizave psikiatrike dhe diagnostikimit që ka bërë shëndeti mendor. Në vitin 2023, gjykata e ka rikthyer këta fëmijë tek familja edhe një herë dhe ne jemi të trajtu, ose raporti, ose inspektimi është të trajtu pse është rikthyer, ai kanë plotësuar kushtet këta 2 prindër për. Fëmia 5 vjeçar i cili u keqtrajtua fizikisht nga prindërit e tij, një ditë më parë ju nënshtrua një operacion kirurgjik në klinikën e pediatrisë në Shputat e dëmtuara nga dhuna. Ministri i Shëndetësisë Arben Vitia bëri të ditur se fëmia është në gjendje stabile, por të rënduar në aspektin psikosocial. Fëmiu ka qenë në gjendje të vështirë, edhe në gjendje të rënduar, jo vetëm fizike, me plagët edhe me pjesën shëndetësore që ka pas, mirë po jashtëzakonisht i traumatizuar, për shkak të gjendjes së rënduar, sidomos në Njerën Shput, është bërë një intervenim në mes kirurg ortoped dhe atyre plastik, ka dalë nga sala, fillimisht i intubuar, po pastaj është qetësuar shumë shpejt, sepse secili pacient që del nga sala është një procedurë standarde operimit. Sot është gjendja stabile, ka filluar pak edhe komunikimin verbal, gjendja është më mirë, kjo pjesa psikosociale e fëmijut, i cili shihet që fatkeqësisht ka qenë për shumë kohë në një ambient toksik, mos them komplet abuziv. Prindërit që abuzuan brutalisht me fëmijën 5 vjeçar ndodhen prapagrilave, ndërsa gjykata u ka caktuar nga një muaj para burgim. Ata dyshohen për veprat shkelje e detyrimeve familjare dhe lëndim i rënd trupor. Ndërkohë, prokuroria themelore në Prishtinë ka lëshuar autorizim për policinë e Kosovës që të ndërmarrë veprime shtesë hetimore lidhur me rastin e keqtrajtimit të 5 vjeçarit në komunën e Lipjanit. Sipas njoftimit, kjo bëhet për hir të ndërmarrjes së hapave të nevojshëm për të sqaruar plotësisht rrethanat e rastit, si dhe për të identifikuar përgjegjësinë eventuale të zyrtarëve të qendrës për punë sociale në Lipjan apo të zyrtarëve të tjerë kompetent komunal. Hetimët synojnë të përcaktojnë nëse ka pasur kontribut të drejt për drejt apo të tërthort në shkaktimin e pasojave në këtë rast, thuhet në njoftimin e prokurorisë. Shtëpia e qiftit nga Janjeva e Lipjanit që u arrestua për keqtrajtim të fëmijës 5 vjeçar ishte renovuar vetëm 6 muaj më parë.
Samire Kastrati, një vullnetare nga Podujeva, pohon se bashkë me shumë donator ishin mobilizuar në maj të vitit të kaluar për të ndihmuar familjen 9 anëtarëshe, pasi ishin alarmuar nga gjendja e rëndë e tyre. Kërejt shtëpia ka në renovuar me mrena, qyshe pat edhe jo, edhe s'ka pas diçka dhe jashtë, u kam pak e renovuar me dësene shumë jenë kanë edhe jashtë, unë hymje, u kanë shtëpia me gjitha me kuzhinë, me qyshe patëm vedo. E kena për cilë këtë familje, deri në 7 orë, në 7 orë ka përfunduar shtëpia, edhe kur e poshën media, te jo edhe në shumë media, unë preki si ra se jo, ma heret, do më thonë, bisedu ma heret edhe i pat kejt vedo që shukon shtëpia, që shë kena rënëvue. Ajo po ashtu tregon se gjatë kohës sa e ka vizituar këtë familje, nuk ishte vërejtur se prindërit e fëmijëve kanë probleme mendore, por i kishte rënë në sy që 2 prej fëmijëve qëndronin tërkohen të heshtur. Nga maji deri në shtator, siç thot Samirja, sa kanë zgjatur punimet për renovimin e shtëpisë, nëna e 5 vjeçarit ka folur vazhdimisht për fëmijët. Jo me shokume me këtë rast, edhe sa herë jena shku te familja, ata fëmijë, 2 fëmijë kena pa që ata s'kan fol kur, edhe i kum thonë ne, qa nuk folin këta fëmijë kur, ka thonë vetë jenë të urtë, qështu? Jo, ata nuk i kena vrejt që nuk janë mirë as të një herës i kena vrejt. Ajo gruaja përkundrazi ka thonë që fëmija janë, unë veç për fëmijë bëj, unë veç për që ta fëmija janë dokë të shnosh, nuk ja ta veç për që ata 2 fëmijë, tash nuk pe di që lëv kam prej tyne që ata 2 fëmijë, kur as të një herë nuk jenë që si këm pon kam, po as s'kam folë, nëse ju ke dhonë diqka, që ju kena që ndërku tash njerëzit, i kanë marë, a më folë s'kam folë kur. Megjithatë, ajo kujton se fëmijët përreth ju kishin thënë se kjo familje po i shet të gjitha gjërat. Na kanë thonë përreth njerëzit që kjo i shet senet e i shesin, po na kena po për Zotin edhe nuk kena marrë fort. Sot është nata e Bajramit, sot kena pas më shkue, edhe mi që diqka, unë si të këm pa rastin, e këm njoft mirë shpin, hymjën. Ngjarja e 5 vjeçarit e ka tronditur vendin këto ditë për shkak të keqtrajtimit nga prindërit, ai është duke u trajtuar në kujdesin intenziv pediatrik. Gjykata themelore në Prishtinë ka shpallur akt gjykim dënues për të akuzuarit Izet Sheqiri, Faton Vrajolli, Kadri Sheqiri, Kadri Ibrahimi dhe Fehmi Bytyqi, të cilët akuzoheshin për pjesëmarrje ose organizim të grupit kriminal lidhur me veprën penale shitje, blerje ose posedim të substancave narkotike për rastin e 400 kg kokain. Izet Sheqiri e Faton Vrajolli janë dënuar me nga 20 vjet burgim, Kadri Sheqiri me 15 vjet e Kadri Ibrahimi e Fehmi Bytyqi me nga 10 vjet. Prokuroria ka kërkuar dënimin e të akuzuarve, duke theksuar se ata ishin grup kriminal i strukturuar dhe me role të ndara. Droga është zënë në vitin 2021 në Lipjan, ku ishte fshehur në mish pule në kompanin MC Foods. Në ditën e fundit të muajit të Ramazanit, Muftiu Naim Tërnava i u drejtua besimtarve musliman për festën e Fitr Bajramit. Ai tha se muaji i Ramazanit ishte një periudhë e edukimit të thellë shpirtëror dhe moral për besimtarët, duke theksuar se kjo festë përfaqëson kulmin e një rrugtimi të përkushtimit dhe devotshmërisë. Pas një udhëtimi të gjatë shpirtëror të mbushur me përkushtim, sakrificë dhe devocion, gjatë muajit të bekuar të Ramazanit, nesër po e presim me gëzim të madh festën e Fitr Bajramit. Ky muaj i begat ishte një shkollë e lartë e edukimit shpirtëror dhe moral, ku besimtari u përpoq të pastroj zemrën, të disiplinoj shpirtin dhe të afrohet më shumë me Zotin e Madhërisëm. Në përjetimin e agjerimit, lutjes dhe solidaritetit, ne rikthyem ekuilibrin e brendshëm dhe forcuam lidhjen tonë me Krijuesin dhe me njëri tjetrin. Ramazani na mësoi se besimi nuk është vetëm fjalë, por përkushtim i gjallë. Ai na edukoi në durim, në sinqeritet dhe në përgjegjësi,
duke na kujtuar se njeriu e arrin madhështinë e tij përmes përullësisë dhe devotshmërisë. Ky muaj na bëri të vetëdijshëm për përgjegjësinë tonë ndaj Zotit, ndaj vetvetes dhe ndaj shoqërisë, duke e forcuar ndjenjen e solidaritetit dhe të dëmshurisë për ata që janë në nevojë. Në përvojën e përbashkët të sofrës së iftarit, ky muaj i bekuar kultivoi ndjenjen e barazisë, forcoi unitetin, thelloi solidaritetin dhe ringjalli shpresën, duke na rikujtuar se dera e mëshirës së Zotit të Madhërisëm mbetet për herë hapur për zemrat e pastra dhe të sinqerta. Të dashur besimtar, Fitër Bajrami është kurore e këtij rrugtimi shpirtëror. Ai nuk është vetëm një festë gëzimi, por një manifestim i vlerave më të larta njerëzore dhe hyjnore. Duke marrë shkes pikërisht festën e Bajramit, Inspektorati Qendror i Mbikëqyrjes së Tregut ka ndërmarrë një aksion të gjerë gjithandej vendit për verifikimin e çmimeve dhe mbrojtjen e konsumatorëve në kohën kur qytetarët flasin për çmime enorme të artikujve elementar jetësor. Në prag të festës së Bajramit, qytetarët në Kosovë po përballen me një rritje të ndjeshme të çmimeve. Edhe pse marketet po proklamojnë zbritje çmimesh në produkte, qytetarët ankohen se ato janë të rreshme. Katastrofë, nuk madh me 1 kilogram speca 7 euro me mishin, krahasim. Qysh jam, qysh s'ka shtrejtim me nafti e krejt. Qysh po munda me tu? Kur qysh hiq, më zve. Valla qëre, une jam në lozë në të poshtë me çmimet katastrofë. I rritin bashkë kur janë ato, çdo ku në Evropë, në botë, i zvoglojnë këto i rritin. Sidomos këto marketet e këto çto fare, sa në i rritin ato që veç sa do të fitojnë për sot. Duhet pak me dalë me kontrollu këta fare, që janë këta që i kontrollojnë, që janë të punu kur gjësh. Për të parandaluar abuzimin e bizneseve me çmime, Inspektorati Qendror i Mbikëqyrjes së Tregut tha se ka zhvilluar inspektime në përtresë gjatë gjithë javës. Ky aksion ka për qëllim verifikimin e çmimeve, kontrollin e flamujve të origjinës së produkteve, si dhe saktësinë e deklaracioneve të vendosura për konsumatorët. Inspektorati Qendror i Mbikëqyrjes së Tregut mbetet i përkushtuar në mbrojtjen e konsumatorëve nga praktikat e padrejta të tregtarëve dhe nga çdo veprim që bie ndesh me legjislacionin fuqi. Përmes këtyre kontrolleve synohet garantimi i transparencës në treg dhe sigurimi i mjedisit të drejtë dhe të besueshëm për qytetarët. Rritja e çmimeve, veçanërisht në prag të festave, është bërë e zakonshme në tregun tonë, thot kryetari i shoqatës konsumatorit Selatin Kaçaniku. Ky mentalitet, kjo mendësi po përsëritet dhe në vend se siç e ka perëndimi zakon në prag të festave, duke ditur sasinë e mallit që shitet, domethënë përgatitet një sasi e cila nuk do të ketë mbetje, duke ditur që të paktën marketet të gjitha të shesin si të kishin shitje me shumicë, do duhet të ishin çmimet më të kapshme. Por jo, shteti ynë i dashur, Republika e Kosovës, duhet të kishte nëpërmes Ministrisë Punëve të Jashtme në të gjitha ambasadat në shtetet ku ne kemi tregti të konsiderueshme, ta ketë një përfaqësues ose një konsull tregtar ose komercial, por nuk e ka. Agjencia e Statistikave për muajin shkurt tha se inflacioni vjetor në Kosovë ka arritur në 6%, duke shënuar kështu shkallën më të lartë nga pandemia Covid. Në bazë të dhënave për muajin shkurt, shtrëngtime pati në pothuajse të gjitha produktet ushqimore, palonana, shpenzimet e tjera shtëpiake. Edhe në Maqedoninë e Veriut, një ditë para Fitër Bajramit, qytetarët shprehën se çmimet janë rritur ndjeshëm, duke i detyruar të blejnë vetëm gjërat bazë. Shitësit ndërkaq mohojnë të janë shtrenjtuar artikujt për këtë festë. Në Tetov sot ditë tregu, por edhe një ditë para Bajramit. Sipas qytetarëve që takuam, çmimet janë të larta. Mendojnë se rritja ka ardhur para festës, por edhe si pasojë e rritjes së çmimit të naftës. Për këtë arsye, thonë se po blejnë vetëm gjërat elementare, pa luks. Gjë është natë sa s'bën. A mileti pare s'kanë në të hanë shpajt, a këto apo kotë ma betë bëjnë. Këto nuk ka për të rau. Treve lo që po ka që javis. Prema qimi dhe nafta të gori, i cena të gjide në dëmjitër të ikli. Zetin o tjera, po t'je ka që në vishe, to asë damë. U sheqera, i nekë në zdamë. Shmehimi
Postë çmimi. Viron, këtë gjojnë shtrejt, këtë e në s'ki gjibojsh. S'ki gjimara. A mendoj se kanë hip shek para Bajramit, çka ki naftës? Nuk se kanë hip para Bajramit, i kanë hip, në shtajnë në nafta, në ato janë bo më kuluminare. Janë bos qëtë që këmë blej, Në qëtë dhe gjoja thjeshta se s'ka më që ti blejsh. Shitësit thonë se çmimet nuk kanë pësuar në ndryshime të mëdha, na treguan se u shiten edhe arrat për bërje të baklavas, por ka edhe nga ata që i blejnë baklavat e gatshme. Edhe ka më shumë që i blejnë edhe të gatshme në kështu që i mbarojnë vetë. Tradicion ka jetë. Ka rritje çmimeve nga vjetësimet që përberam? Ja. Që të çmime janë. Pi vjet edhe si mirë që të çmime janë. E në kushte kur çmimet janë rritur shumë, në Tetov nuk kanë munguar as aktivitetet humanitare. Komuna, bashkë me shoqatat jo qeveritare, kanë darë pako për fëmijët në qerdhe, ndërsa shumë biznese private kanë dhuruar robe dhe produkte ushqimore për nevojtarët. Skënder Recep Zedi vlerëson se opozita duhet të konsolidohet dhe të veprojë më fort ndaj qeverisë, përfshirë edhe protesta në rrugë për të mbrojtur të drejtat. Ai kërkon sqarim për pozicionin e disa zyrtarëve brenda Vlenit, ndërsa mohon marrëveshje me BDI-n pas takimit në Tiranë. Opozita vazhdon të adresoj kritika të shumta ndaj punës së qeverisë, por mbetet dilema sa po e ushtron rolin e saj si faktor korrektues. Deputeti i Frontit Evropian Skënder Recep Zedi në emisionin Klik Plus theksoi se opozita duhet të intensifikojë veprimin politik duke mos përjashtuar as protestat në rrugë. Në ditët në vijim, në kohën në vijim, do kemi edhe konsultime në kuadër të opozitës që e para të konsolidojmë veprimet tona politike që ku vendi të ketë përgjegjësinë veti, por duhet edhe rruga të ketë përgjegjësinë veti, sepse jo pak drejta fitohen nëpërmjet revoltës në rrugë. Ka shumë drejta që mund edhe të mbrohen edhe të fitohen nga revolta në rrugë. Pra po thoni që duhet të dilet në rrugë. Patjetër, duhet secila pjesë, jo vetëm opozita shqiptare, po duhet edhe inteligjenca shqiptare, edhe sektori civil në vend. Ta shohin qartë dallimin e kushteve jetësore ku Maqedonia e Veriut radhitet e 82 në botë. Recepi foli edhe për Fatmir Limanin dhe Arben Fetajin, të cilët janë përballur me turbulenca brenda Vlenit. Duhet dale kryeministrit thotë që nëse janë të Vlenit janë të vëmëros. Spako leta di opinioni që 2 ministra, një zavendës kryeministra dhe një ministër nuk janë të Vlenit, por do janë të vëmëros. Sa i përket takimit të fundit në Tiranë, ku Fatmir Limani mori pjesë në një iftar të përbashkët me BDI-n, Recepi tha se nuk beson se ka pasur marrëveshje politike. E drejta e kryetarit BDI-s është që të pije kafe me këtë do. Por marrëveshje politike nuk besoj që ka pasur aty dhe s'mund të ketë, se ne nuk mund t'i mbledhim gjithë ato që do i largojë Vlenit. Në fund ai theksoi se opozita shqiptare ka nevojë për vlera të mirëfillta, intelektual dhe një rini të përgatitur që do ta çojnë përpara rrugëtimin politik në përputhje me bindjet e saj. Shikues të nderuar, për më shumë informacione klikoni në rtv21.tv. Mirupafshim.